në aspektin fetar, i kemi dy festa madhështore, do është festa e Fitr Bajramit edhe Kurban Bajramit. Fitr Bajrami thamë që është festa e natyrshmërisë, ndërsa Kurban Bajrami është festa e sakrificës. Na e kujtojna gatishmërinë e pejgamberit Zotit, Ibrahimit a.s. I cili ka qenë gjendje me fliju birin e vet, Ismailin, për hir të Zotit. Zoti ja ka shpërbly gatishmërinë e tij për me sakrifiku djalin e tij edhe ka thirrë një kurban, një dash, andaj si për kujtim i kësaj gatishmërie të Ibrahimit a.s. edhe ne e vazhdojna këtë traditën e sakrificës. Do të thotë fjala kurban, do më thonë sakrificë, ne sakrifikojmë për Zotin, edhe një farforme të tregojmë që gjithë shka që na e posedojmë, është në shërbimin tonë, ne e shfrytëzojmë, ne e menaxhojmë ato, mirë po, kur Zoti e kërkon që na me sakrifiku diçka prej vetes, ose me dhonë prej diçka prej asoj që Zoti na e ka dhonë, na jena në gjendje me e bo për Zotin. Zoti ka kërku që na mos me hangën, mos me pi gjatë ditës në Ramazan, ju kena bind, edhe është shkollë e cila na edukon neve. Tash kur vjen Kurban Bajrami, Zoti kërkon për neve që na me therr kurbanin, për me saj me tregu gatishmërinë. Thot i madhi Zot që Zotit nuk i shkon as mishi, as gjaku i kurbanit, mirë po Zotit i shkon devotshmëria. Zoti s'ka nevojë as për agjerimin ton, nuk ka nevojë as për kurbanin ton, as për namazin ton, s'ka nevojë Zoti. Ne kemi nevojë. Tek Zoti shkon gatishmëria jon, devotshmëria jon. Mirë po, nëse më kishte leju një element tek festa, ndoshta shpesh herë në konceptin e festës na jena mësu njeriu festën me përdor si element shfrenimi, ose dalje një forme në fest mi kalu kufet, ose me abuzu gjatë festës. Festa, në konceptin islami, ka disa elemente shumë interesante. E para, është fest hynore, se na e fillojna festën me për Zotin edhe me Zotin. Çka bojna? Vjen Fitr Bajrami pas Ramazanit, Kurban Bajrami vjen pas obligimit të haxhit. Edhe të dy festat na i fillojna me faljen e namazit të Bajramit. Mbushën xhamit, edhe elementi i parë fillojna me namaz, me përkujtim, me madhërim ndaj Zotit. Element tjetër që është shumë i rëndësishëm, na nuk, si besimtar, nuk jemi egoist, dhe Zoti kërkon për neve mos me qenë egoist. Tek Fitr Bajrami, na i ka bë obligim me i dhon vitrat, me dhon sadakatul fitrin, për cilat Muhamedi a.s. thot janë pastrim për agjerusin, edhe janë ushqim për të varfrin. Do të thot, unë kam fest, mirë po nuk lejoj që festa me mbretëru vetëm në familjen tem edhe në shtëpinë time, mos me pas tek familja e kujshiut. Muhamedi a.s. thot, ai cili prej jush bjen me flajt, edhe e ka stomakun, barkun plot, e kujshiu i tij, fqiu i tij, nuk ka çka me hangër, ose s'ka me çka me ushqy fëmijët e tij, ai s'ka besu, ai person. Na nuk guxojna me jetu vetë në luksin maksimal, edhe mos me na interesu për nevojtaret, për skamnuret, edhe këtu e shohim që të dy festat e kanë edhe këtë anë. Te kurbani na e therrim kurbanin për Zotin, me po mishin e kurbanit të shpërndajna. Dy pjesë shpërndajna, një pjesë e nalim për vete. Do të thotë, festa ka dhe impakt shoqëror, ka dhe impakt ekonomik. Për shembull, llogaritë sa kafsha prehet, fitojnë tregtarët, fitojnë bujqit, fitojnë blegturët. Para mendo tash tek sadakatul fitri, para cilat ipen, blihet, përgatitet festa, do të kjo ka dhe impakt edhe ekonomik, jo vetëm as. Gjithashtu ka dhe
aspektin fetar, aspektin e gëzimit, për shembull na si popull e kena pas tradit kur ka qenë Bajram, kanë marrë tupanat, kanë bo fest, Ende kanë është vallëzu. dikun kjo tradit, mendoj.